vlogmasi numër 4. Bobo thojnë. Mirë dita. Siç mundeni të shikoni, jemi rikthyer në Athinë, në shtëpinë tonë. Sa arritëm, lam vetëm valigjen, nuk jemi fjetur gjumë gjithë natën, unë fjeta pak në avion. Edhe tani gjëja e parë që do bëjmë, e dini kush është? Do shkojmë për kafe te Mikeli. Mbasi pim kafen ton, e morëm veten, tham të shkojmë një xhiro në supermarket, sepse mua më ka arritur atje një pako që duhet të jetë advent kalendari që kam porositur, që do e hapim pastaj. Duam me mamin të bëjmë një xhiro edhe në Jumbo, që është atje afër, të shohim ndonjë gjë kështu për zbukurim, për drita, po kërkojmë për pemën e këto gjërat. Thash me që janë edhe sot në shtëpi mami me babin, ta shfrytëzojmë ditën, se mami me zor ndenti në shtëpi, deshte të shkonte në punë direkt, po e mbajta, i thash dorish, do qetësohemi sot, do bëjmë xhiro, ta shijojmë ditën, edhe filloj që nesër. Jemi ndërkohë pa gjumë, se kemi fjetur, unë fjeta një 3 orë, fjet edhe pak në avion, po ata nuk e llogaris fare, se gjumi që bën në avion nuk të ngop. Tani disi më zjovi kjo kafja, po më duket pastaj kur të kthehem në shtëpi, do dremis pak. Kem fuqi të vazhdoj me editim, me puna, me gjëra. Me punë. Dy-tre gjëra morëm. Thjesht nuk nxjerrim tani të ashensori nga gjërat. 2000 years later. Atëre, ka kaluar pak ora, ne u kthem në shtëpi, unë bëra një banjë direkt se erdha, edhe pastaj rash tap. Prandaj nuk ju kam folur deri tani. U zgjova, jam bërë përsëri gati, jam lyer pak, se nuk fjet edhe shumë, fjeta do një orë, diku atje, që ta marr pak veten, edhe arsyeja që jam bërë gati tani është sepse do takojmë me shokun tim, Janin, sepse duhet shkoj një xhiro në qendër. Sot ka ndërkohë Black Friday, por unë nuk do shkoj për këtë arsye në qendër, do shkoj sepse kam parë një kamera, të cilën dua ta blej, që po e kërkoj këtu edhe shumë kohë, po thjesht është në çdo vend sold out, sepse po kërkoj një kamera kompakt të vogël. Kjo që kam tani që po filmoj është shumë e madhe, edhe kam kuptuar që nuk më volit fare kur bëj vlog jashtë shtëpis. Edhe desha të marr një kamera të vockël që të jetë tamam për vlog. Kam parë që ka në një dyqan specifike në qendër, prandaj do vi shoku im Janis të më marr, të shkoj me makinën time. Shpresën që do e gjej edhe do blej sot, që të kem edhe për vlogmasin, të ndihem edhe unë më rehat. Po investoj unë në këtë kanal, nuk e di po keni kuptuar. Plus nuk kam ngrënë asgjë gjithë ditën, hangra vetëm tjetë Mikeli një si tip byreçka, po përveç asaj asgjë. Edhe po më hajt edhe buk tani, jam edhe e lodhur nga rruga, nga të gjitha, se ju thash fjeta një orë, nuk e mora veten tamam, thjesht jam pak më okay tani. Kështu që jam pak në një gjendje që nuk duhet dal nga shtëpia, nuk duhet bëj asgjë, por duhet. Këto janë punë që duhen bërë. Më duket kanë erdhur tezet në sallon, po nuk jam e sigurt. Prisni të shkojmë të shikojmë që t'i përshëndesim. Edhe pastaj sa të kthehem në shtëpi do ju tregoj edhe gjithë blerjet që bëm që parë. Kam veshur këtë trenchin prej Kastori, kafe, që e kam këtu edhe një vit te dollapi ime, dhe më duket është hera e parë që e vesh. Edhe tani që e vesh ndiem shumë bukur. Më pëlqen tepër shumë, nuk e di pse nuk e kam veshur. Ky është problemi kur ke shumë rroba edhe haron t'i veshësh. Po tani që e gjeta e vesha, jam gati, Jani ka arritur edhe ne po nisemi. Say hi. We're in a hurry right now. Jani po ngjet makinën time, se unë kam frikë të ngas deri në qendër, edhe kam frikë që do ta thvej. Do ta bëj cop, shpresoj jo, se pastaj do ta pagoj. Për pak ditë, unë me Janin kemi një udhëtim që nuk jo kam thënë akoma, por do shikoni në vazhdim, unë nuk do flas më. Tani ç'a thash, mjaft. Sa bëra një blerje, bëra një dëm te portofoli im, dua të qaj me lekët që prisha. Por është investim, këtë duhet të mendoj që është investim për kanalin tim, kështu që duhet të më bëni subscribe, të bëni like, koment e të gjitha, sepse unë po investoj në këtë kanal edhe duhet edhe ju të më suportoni, që të vazhdojmë kështu. Do ta shikoni, nuk e kam tani momentalisht kamerën që mora, po do e shikoni të hënën.
shtëpi, po vdes për bukë, babi na ka marrë sufllaqe, e kam këtu me si po pres të ha. Thjesht hapa kamerën që t'ju them që sot është festa e flamurit edhe kalova nga qendra, bëj shenami, kishin dalë të gjithë me makina, kishin bën muzikë në full me flamurat në për makina, i mbanin, kishin dalë nga jashtë gocët edhe i mbanin kështu në mes. Kishte edhe disa që ishin veshur me veshje popullore tradicionale, edhe nuk e di, ishte ndjesia fantastike. Kalova që atje dhe edhe thash do të ri këtu me këta. Duket të kalojnë shumë bukur, edhe realisht desha të ri, po jani duheshe të ikte, të bante diçka, edhe unë nuk isha ngrënë e vërtet është, po doria. Kaloje që atje edhe fillonin kërcenin, i binim ne Boris, pip, i binin edhe ata pastaj mbrapa. Më pëlqen kështu kjo ndjesia e lidhjes që kemi njeri me tjetrin ne shqiptarët. Kudo që të jemi në botë, po je shqiptar, mbarovi, jemi shok. Kaq, po ha edhe po rikthem me holin me gjërat që morëm. Më kishte munguar. Erdhi ora. It's time. Do filloj me pepko që ta heqim qafet, se kam vetëm një gjë që mora atje. Një qeri që duket disi kështu, ka 3 fitila, edhe ka njerë si vanila, tobacco vanila shkruan këtu. Nice. Edhe këtë nuk e mora për shtëpinë ton, por e mora për atë vajzën që shkoj dhe bëj thonjt, sepse kam shumë kohë që jam te ajo, flasim, diskutojmë, pëlqen edhe si person shumë, edhe hapi tani dyqanin e vet që bën thonjt, edhe desha t'i çoj një dhuratë kështu të vogël, edhe pastaj do vazhdojmë me Jumbo. E para, një tapet. Tapet për jashta, për derën këtu për jashta, që të hym në mood festiv, sepse për pak ditë do bëjmë edhe pemën tonë. Edhe kemi menduar të bëjmë disi ndryshe këtë vit, por nuk e di po do ja dalim, sepse duhet të kemi edhe pak nerva që ta bëjmë këtë si gjë, kështu që shohim. Pastaj kemi një për të thyer arat. Unë mora një fjongo që ta vë në flok, sepse u bëra xheloze me ata që vesha në Itali të motrës, edhe pash këtë në Jumbo thashe di çfarë do e marr, më pëlqeu. Po dua të dal do një ditë edhe të dukem pak cute, do e ve. Pastaj kemi 1, 2, 3, 4 nga këto që i vej në dollap që të organizosh këpucët, ja si funksionon, që të kemi më shumë vend, të jemi mbushur me këpucë edhe vetëm vend në dollap nuk kemi. Pastaj unë mora këto letra të lagura që janë kastile për laptopin, sepse mami çdo herë që hyn në dhomë e shikon në ekranin e laptopit tim dhe më thot po, e ke qelbur, edhe thash priti marr ta kaloj do njerë para se të vi mami dhe dhoma. Këto Doritos i marrë çdo herë që shkojnë në Jumbo. Janë nga të preferuarat e mia. Duhet t'i provoni, po nuk i keni provuar. Quhen Twisties. Mami mori një kordel për flokët, që duket disi kështu. E thjesht, e zez, për përdit. Unë gjeta këtë, që është si arushkë, edhe është që ta varësh te pema, po unë nuk dua ta varë te pema, dua ta vetë te dhoma ime, diku, se më pëlqevi. Morëm pjata, do thoni ju, nuk kishit, do ju them unë kishim, po këto në pëlqen, ishin bukura. Edhe ne sa shikojmë do një gjë kështu cute të bukur, mami pa edhe këta formën që e ka si lule, më tha hajde ti marrim s'ka. Kështu që morëm pjatat të tjera, 6 copë nga këto që janë të cekta, plus 2 tasa që ti kombinojmë. Pastaj në fund morëm këto dritat që janë për pemën. Do shkojmë t'i ndrojmë, sepse ndonim që ishin si ato që ka motrat e pema e saj, por kuptuam që nuk ishin këto. Do i ndrojmë edhe do marrim një set me pjata të thella. Se tham të marrim vetëm të cektat që ju tregove edhe 2 tasa, se barabart kemi pjate dhe tham të kemi vetëm kështu do njerë, kur mblidhemi ose bëjmë diçka si familje. Por me që ra rasti që duhet i ndrojmë këto, do marrim edhe pjata të thella. U bë puna, do e marrim gjithë setin tani. Edhe motra na tha që dritat që ka për pemën e saj i ka marrë në Lidl. Janë shumë të bukura ato që ka. I ka marrë me 10 euro 1000 led, 1000 drita. Që ne këto me 300 drita i morëm 10 euro. 300 ato që ishin me 1000, as nuk kishe me 1000, kishe vetëm me 800 drita.
edhe kushtonin 25 euro. Kështu që nuk ja vlen fare, mos shkoni të blini drita në Jumbo, shkoni te Lidli. Shpresoj t'i gjejmë edhe dhe Lidlin, nuk e di po do gjejmë. Pastaj mbas Jumbos, nuk mbaruam, jo. Vajtëm në Dust and Cream një xhiro, sepse mami deshte të mirë një laps për syt të zi, se vetëm këtë vesh gjithmonë. Mora unë dhurat një laps. Edhe kur vajta atje te kasa më tha jo goce që po do produktin e dytë, paguan gjysmë çmimi. Edhe thash, e di qa, ja vlen. Kështu që i thash mami të zgjidhë edhe do një gjë tjetër, edhe mori të lip glossin, që është nga koleksioni festiv, plot me glitter. Më pëlqevi shumë që e provova te dora ime. Këto të dyja bashkë kushtonin 12 euro. Edhe ky është holi. Baruam. Po mendoj tani të laj pak fytyrën time dhe të shtrihem avash avash, sepse si ju thash, jam super e lodhur. Por dua t'ju tregoj dhe një dy gjëra të tjera që kam marr. Prisni se nuk ka fund ky holi. Më ka arritur një pako nga Notino. Kryesorja është kjo, advent kalendari, por unë me që po beja porosi për advent kalendarin, thash të furnizohem edhe me një laps. Ky është lapsi im i preferuar, sepse më keni pyetur shumë herë qa ve në buzët e mia. Unë këtë lapsin e adhuroj, është nga marka Rimmel, edhe është edhe super i lirë, që ta dini, edhe është ngjyra 705 cappuccino. Plus, mora të provoj dhe këtë lip glossin këtu, që është nga Catrice, jo lip gloss, është lip oil, sepse kisha parë reviews të mira edhe desha të shoh po janë të vërteta. Ka njerë që mua nuk më pëlqen fare. E ka marrë me shije limon, që nuk më pëlqen fare. E kuptove që në fillim se vurat e buzët e mia, kuptove që ka erë dhe që nuk më pëlqej vjera që kam. Super! Skaqe. Tani që e bleva, do e përdor. Te muaj kam prishur shumë lek, po bëj shumë shpenzime dhe jam stresuar për veten. Edhe për ekonomin, duhet dikush të më vej një stop. Nuk duroj më të shikoj këto thonjt të shpifura që kam. Unë në këtë Black Friday nuk mora asgjë. Me ulje, do një gjë kështu të gjeja të bukur. Ma thoni juve, gjete do një gjë në Black Friday. Plus, besoni që Black Friday është gjë e vërtet, sepse unë besoj që i bëjnë këto uljet kot më kot. Me që them një vajzë që punonte në një dyqan kështu shumë të famshëm këtu në Greqi me produkte elektronike, që sidomos ato bëjnë reklama që Black Friday, vin Black Friday, 70% ulje këte janë edhe më thoshte ajo që punonte atje që nuk bënin asnjë lloj ulje, thjesht 2-3 muaj para fillonin edhe ngrinin çmimet, shumë i çonin në qiell fare, edhe pastaj në Black Friday nga çmimi normal që kishin i shisnin më të shtrenjta, sikur ishin me ulje. A kuptoni? Që nuk ishin asnjë lloj ulje dhe ishin akoma më të shtrenjta se sa do i mirë normalisht para 3 muajve për shembull. Kështu që prandaj kam filluar edhe nuk kam shumë besim te Black Friday. Mbase vetëm në Amerikë që e kanë kështu atje e filluan këtë si tradit le të themi, vetëm atje mbase mund të gjesh dhe një gjë, po edhe kjo gjëja që bëhet në përdyqane që vrapojnë të gjithë njerëzit, kush do e marri pari, presin në parada, nuk më duket gjë normale. Nuk besoj që kam kaq shumë nevojë një telefon që ta marr me ulje, që të ri të pres në radhë gjithë natën që ta marr. Nuk e di. Më duket pak pa logjik. Ma, edhe pse nuk jemi pem, dhe hap advent kalendarin tim, që është nga brandi Revolution, një brand me make-up-e, ja si duket, cutesy. Këtë vite që isha shumë të vështirë të gjej advent kalendar, se ishin të gjitha sold out. Më kapur nervat e mia dhe thash thjesht merr atë që të del e para në Google kur e shkruan, edhe më doli kjo e mora direkt. Nuk e mendova 2 herë. Oh, cutesy. Ja si duket edhe branda. Edhe le të fillojmë mami nga njëshi. Çfarë mendon që është? Ta shikoj, lip gloss. Lip gloss, thot mami. Unë po arrite e hapa këtë, mirë do ishte. Mami, kishe të drejtë. Është vërtet lip gloss. Është me glitter. Nuk e di po duket tani, por le ta hapim. Ngjyrë nice më duket. Okej. I like it. Thjesht nuk është full size, është mini. Por le të vazhdoj me të dytën, dyshi pudre. Mami thot që është pudër kjo. Le të shohim. Jo, është pasir. Na gënjejnë me një pasir të vogël. Ja si duket. Treshi. Ma pudër edhe kjo.
Pudër edhe kjo. Ja, kështë treshi këtu lart. Pudër ose ruz? Po, është ruzh. Pinky Party. Ja, si duket, më pëlqen kjo ngjyra që kanë. Nuk është shumë e errët. Edhe kjo më duket që do jetë shumë afër me ngjyrën e lëkurës. Nuk do bëj bam, domethënë. Edhe tani unë do vazhdoj me katrën që është këtu. Buskuq ashtu. Po, buskuq. Mami e di që desha një ngjyrë të tillë edhe nuk kisha. Është një buskuq. Edhe desha një ngjyrë kështu nude fare, sepse mua më pëlqen kur ve laps të errët, të ve nga brandat e buzët një ngjyrë shumë nude që të shkoj afër te roza, domethënë. Dhe mesi po pres të provoj këtë. Dua të shoh vërtet po do më pëlqej si ngjyrë. E me këto e me ato, unë do t'ju le, sepse kam nevoj për gjumë. Në bëni komente, subscribe, like, hype, qa të kini mundësi, në ndishni në Instagram, edhe në TikTok, sepse ka edhe mami Instagram po doni të dini. Ka? Po doni të dini. Shumë lajm të rëndësishëm i ke dhënë. Ashtë lajm i rëndësishëm, po do të dish, se duhet të arrisim edhe profilin në tënë. Pse? Ashtë nevojshme? Po. Shumë ka qefti? Po, kështu kam qefti. Mua nuk më intereson shumë e lënë. Ty s'intereson? Ty t'intereson? Shumë. E mirë. Edhe ne do shihemi nesër. Mua!